Përshëndetje shikues të nderuar të Gazetës Nacionale. Sot me mua Arbe Ramadanin dhe kolegun tim Xhezair Dashin, në intervistën e javës është deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Arben Mustafa. Zoti Mustafa, mirë se vjen në një studio të Gazetës, meqense rolin e deputetit nuk po mundi me realizu. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë me komuniku me publikun, duke qenë se aty ku e kemë vendi nuk po mundin me punu. Zoti Mustafa, për nisëm me sanat më të fundit, ju, veç se çdo mëngjes jeni para dyrëve të qeverisë. Tash, ju kërkoni aty, tash, kjo është menim jam, s'po kursen pak për një komendit, mendoj unë zbet, që i bëni thirrje zotit Kurti me rikthy ranin kushtetues, titujt prodhohen PDK bllokon qeverinë. Ju realisht nuk e bllokon, ju realizoni një paraqitje. Duke i ditë që zoti Dehari, për shembull, nuk jo me ndaj autonomi të vet, po thjesht zbaton urdhnat e partisë, ju i dërgoni letra etj. Çfarë po arritni me këto paraqitje? Edhe tjetra është pse nuk është kryetari i juaj me ju. Kështu, fillimisht po jemi çdo mëngjes para hyrjes në kërkim të një kontakti me deputetin tani më Albin Kurti, për t'i përcjell një mesazh të qartë që ai nuk e ka vendin në qeveri, për shkak se këtë vend nuk mund t'jesh edhe kryeministër, edhe deputet, është qartë e përcaktuar edhe me kushtetut, edhe me ligjin për qeveri, dhe për t'i bë thirrje, për t'i përcjell një mesazh qartë që vendin e ke në kuvend për ta zhbllokuar kuvendin, për t'i hapur rrugën konstituimit të kuvendit dhe kthimit të Kosovës në normalitet. Deri më tani Albin Kurti ka shmang kontaktit me ne, nuk po e shfrytëzon hyrjen që e shfrytëzon zakonisht për të hyrë në ndërtesën e qeverisë. Mendoj që nuk duhet të frigohet nga kontakti me deputet, ne jemi përfaqësues të popullit, të qytetarëve, dhe me që nuk po mundemi të takojmë në kuvend aty ku duhet të takohemi, ne po kërkojmë një pikë tjetër takimi për t'i përcjell një mesazh të drejtë për drejtë. Mirë po është e qartë që po i shmanget takimit, por ne nuk do të heqim dorë. Ne po vazhdojmë ta kërkojmë. Madje sot kemi pasur për shembull përfaqësues prodhues vendor, për shkak se dëshirojmë t'i tregojmë që bllokadat që po i shkakton vendit nuk është thjesht çështje procedurale, por po e pengon zhvillimin e jetës normale në Kosovë, po e pengon prodhuesin, po e pengon bujkun, dhe në fund fatura po paguhet prej punëtorëve, prej qytetarëve. Dhe këto do të vazhdojmë, po ashtu do të insistojmë në kuvend për kthimin e Kosovës në binar kushtetues. Do të vazhdojmë çdo 48 orë, ashtu siç e kërkon rregullorja e punës së kuvendit, por nuk do ndalemi me kaq. Do të vazhdojmë të veprojmë edhe brenda institucioneve, edhe jashtë institucioneve, do të shtojmë edhe aktivitetet, dhe nuk do ndalemi përderisa Kosovën ta kthejmë në një vend normal, për shkak se Kosova e as qytetarët e Kosovës nuk i kanë borxh asnjë njeri e hiç më pak albin. Që mos më na merret borxh ashtu, pse kryetari juaj nuk është me ju? Kryetari, zoti Bedri Hamza, është pjesë e organizimit të gjithë aktivitetit të PDK-s, përfshi edhe aktivitetet që i kemi jashtë institucioneve. Sigurisht që do t'jetë momenti duhur, kur do t'jetë edhe zoti Hamza edhe jashtë institucioneve. Në institucione është prezent, në të shumtën e rasteve, në takimet që i kemi çdo 48 orë, është edhe zoti Hamza, i është drejtuar edhe gazetarëve nga foltorja e kuvendit të mbyllur, që nuk po hapet për punë, kështu që zoti Hamza është me ne, është pjesë e gjithë aktivitetit tonë, dhe gjithë strategjisë tonë për ta kthyer Kosovën. Unë po du me bëni pyetje mas substanciale, besoj ju intereson shumë edhe qytetarëve. Argumentet juridike janë të pakontestueshme që zoti Kurti është mbi kushtetutën, është mbi ligjet, është mbi rregulloren që përcakton që në fakt rregulloren cilën e kanë përpilu edhe votu vetëm në vitin 2022, që përcakton që nuk mund të ketë pauza më gjata se 48 orë brenda seancës konstituive. Pra argumentet juridike janë këtu, por pyetja që unë besoj që është substanciale është kjo. PDK-ja apo vepron simbolikisht, që simbolikisht jetë aty të qeveria, dhe kinset mos e lejoj Kurtin ta zhvilloj punën ditore të vetën ilegalisht,
apo po bën diçka konkretisht që ta ndolë, sepse realiteti është që ai po merr vendime. Ai po vazhdon me marrë vendime si kryeministër, po vazhdon qeveria me funksionu, ndërkohë që juve deputetëve ju ka lënë, siç e ka thënë ai vet, nomad, pra pa shtëpi. Nëse ai e ka mbri me ju lënë juve pa shtëpi ku ju kanë qujtë qytetarë të Kosovës, çka po bëni ju konkretisht mos e lejoni me punu, sepse ai po vazhdon po punon. Po, pajtohem plotësisht, por ne jemi në fillim të shtrirjes së aktivitetit jashtë institucioneve për të kërkuar kthimin e Kosovës në binar kushtetues demokratik. Hapa tonë të parë kanë qenë dhe po vazhdojnë të jenë të përçojmë mesazhin në mënyrë të drejtë për drejt zotit Kurti, por që siç e përmenda nuk po mund të hasim te, për shkak se po i shmanget kontaktit me deputet. Mund t'i themi se janë simbolik apo jo, mirë po ata deputet që jemi po dalim dhe po kërkojmë. Po qëllimi final është mos me lënë me realizuar punën ilegalisht. Qëllimi final është ta kthejmë zotin Kurti në parlament. Dhe ta zhbllokojmë institucionet dhe ta kthejmë vendin në normalitet. Po, mos qenë vetë simbolike, mos do të me urrëthu qeveria. Nuk do të kufizohemi vetëm me këto aksione që i kemi tani. Kjo është fillim. Nuk do të kufizohemi. Kemi thënë edhe më herët, nuk do të lëmë instrument demokratik pa përdor për me kthy Kosovën në normalitet. Kosova nuk i ka borxh Albin Kurtit. Kosova nuk mundet mbetet peng e asnjë politikan, e as Albin Kurtit. Kështu që nuk do të lëmë instrument demokratik pa përdor për me kthy Kosovën në binar normal. Këto janë aksionet me cilat kemi filluar, por nuk kufizohemi vetëm me këto. Kur thoni nuk kufizohemi, për shembull, gjithmonë është evidente, për shembull, vetëvendosja në raport me partitë e tjera. Për shembull, në një anë e ki zotin Kurti që shkon më larg se sa që duhet, dhe në një anë e ki partitë e tjera që nuk shkojnë as larg sa duhet. Kur thoni do të përdorim çdo mjet, a do të jetë kjo rasti që komunikon që kjo asimetri e dukshme, në kuptimin që zoti Kurti edhe në opozitë kon proaktiv, edhe në pozitë po proaktivisht po ja bën betejën e opozitës këtë rast. Çka ka më ndruar që kjo për me pas një shift, me thonë, mes këtyre dy relacioneve, sipas me asimetrik. Ajo që ne po bojmë sot për partitë opozitare ekzistuese është një standard tjetër, që deri më tani nuk e kemi përdorur Kosovë. Domethënë, aktiviteti jonë është zhvilluar kryesisht në parlament, kur ka pas parlament, në studio televizive, në konferenca për media, për mes cilave kemi komunikuar me publikun, mirë po tash, si duket, zoti Kurti i ka shty limitet. Këto nuk po mjaftojnë. Dhe kemi vendos të dalim edhe jashtë institucioneve. Kur po them të dalim jashtë institucioneve, në kuadër të kornizës demokratike, pra përsëris, ne do të vazhdojmë të rrisim aktivitetin tonë. Shpeshherë se sigurisht që pyetja do të vjetë protestat, nuk i përjashtojmë protestat. Sepse Alianca dorën zemër, për qenë fer Alianca ka shku një hap matutje të paktën në komunikim me publikun, se ende s'kanë vepru, po ata kanë thonë që po presin protesta. Ne po punojmë për sensibilizimin e opinionit, mbi atë se çka po ndodh në Kosovë. Nuk është qëllimi jonë përfundimtar vetëm grumbullimi i njerëzve. Ne po punojmë për sensibilizimin e opinionit. Dhe do të shohim se çka do të jetë e nevojshme të ndërmarrim. Por thash që nuk përjashtojmë asnjë mjet demokratik, nuk i përjashtojmë as protestat. Partia Demokratike e Kosovës është e përkushtuar që ta kthej vendin në binar kushtetues të një shteti normal dhe nuk do të heqim dorë as një ditë vetme nga ky përkushtim joni për ta zhbllokuar shtetin e Kosovës dhe për ta vendosur në rrugën e zhvillimit dhe në rrugën e fuqizimit si shtet. Nuk dojmë pa Kosovën kështu që është. Okej, me qenë se je dhe ekonomist, gjatë qeverisë së Kurtit e dim se rritja ekonomike ka shku deri diku 4%, ose me përkthy kështu për qytetarët është sikur mi pas 10 euro, e pas një vjeti mi pas 10 euro e 40 cent në xhep, jo më shumë. Po që vlejnë ma pak se ato 10 euro që i ki pas për po. Edhe kjo, shtu inflacionin që është mbi 4% për herë. Në këtë kuptim, kur po thoni do të me e funksionalizu shtetin, apo shpjegohet mirë që kjo, për njerëz që janë të pakënaqur, se ka shumë njerëz të pakënaqur në Kosovë, apo shpjegohet mirë që kjo që
Nuk është që ky është zhbllokimi i shtetit një farë nocioni abstrakt, po do të me u zhvillu ekonomikisht shteti, edhe nuk do të me u rrit 4%, ndërkohë inflacioni me çu 6-7% se ki ma pak pare. Çto apo më rrini jo si ekonomist, qenim politik me sqaru për çështja e parë që dëshirojmë me sqaru këto ditë është që kjo bllokadë e institucioneve nuk është thjesht një luftë brenda politikajve ku qytetari nuk preket. Kretë kjo bllokadë nuk është thjesht luftë politike, nuk është politike. Kjo bllokadë prek jetën e çdo qytetari. Në çfarë mënyre? Sot kush mendon me investu në Kosovë? Kosova sot është një vend i pasigurt, si pasojë e mos funksionimit si shtetin normal, jo vetëm pas tyre zgjedhjeve, po bën pothuajse 2 vite. Dhe kur t'i shtojmë edhe ato 4 vite tjera para kësaj blokade se qysh është qeverisë Kosova, kemi pa që ambienti i borit biznes Kosovë ka degradu. Kosova sot nuk është në hartën e investitorëve të huaj. Ne kemi harru kur ka pas një investim serioz në Kosovë. E madje sot shohim pasigurit madhe edhe te investitorët vendorë. Dhe kjo prek sesin e shtetarë. Kjo prek sesin e shtetarë. Blokada institucionale ka tëmtu Kosovën shumë edhe në aspektin diplomatik. Ne kemi harru kur kemi pas në njohje të rëndësishme të Kosovës. Kur është folë për integrimin e Kosovës në ndonjë organizatë ndërkombëtare. E gjithë kjo prek funksionimin e Kosovës si shtet. Dhe këtu shtrohet pyetja, kujt po i konvenon kjo Kosovë? Kujt po i konvenon kjo Kosovë që nuk po funksionon më si një shtet normal dhe çfarë do bie kjo po i sjell shtetarët e Kosovës? Qytetarët e Kosovës, kur kanë shkuar në kutinë e votimit, i kanë dhënë një besim të madh me votë vetëvendosjes së Kurtit. Po për çka i kanë dhënë atë besim? Për me kthy me punë dhe për me përmirësu jetën në Kosovë. Çka është bë me atë besim? Si është përdorur ai besim? Ai besim asnjëherë nuk është vënë jetë. Ai besim është përdorur për të bërë lojra politike, zgjedhje pas zgjedhje, në të njëjtat arsye të viktimizimit se kënë se dikush nuk po e lejon të punojë, mirë po sot Albin Kurti nuk ka asnjë pengesë të filloj punë. Po shtrohet pyetja pse nuk po fillon punë. Çfarë halli ka? Çka po e shtyn Albin Kurtin me lënë Kosovën pa institucion? Kjo është pyetja. Çka po kërkon ai njeri? Na nuk mund ta shohim krizën e fundit të izoluar nga zgjedhjet paraprake. 3 palë zgjedhje për më pak se 2 vjet. I njëjti rezultat për sa i përket të parë. Vetëvendosja del partia e parë. Nuk ka problem për krijimin e qeverisë. Nuk ka kontestim të rezultatit të zgjedhjeve nga asnjë parti politike. Madje ka qëndrim që do të qëndrojmë në opozitë. Ka qëndrim që do të qëndrojmë në opozitë. Po e ftojmë eja në kuvend fillo punën. Nuk po i themi që nuk takon fitoria. Pavarësisht që zgjedhjet në mënyrën se si janë realizuar. Nuk mund të themi që kanë qenë zgjedhje të drejta. Mundesh me pas zgjedhje të drejta kur paraja publike vihet në dispozicion të financimit të fushatës së një partie që është në pushtet. Kur paraja publike përdoret për qëllime elektorale të partisë në pushtet. Nuk janë ato zgjedhje të drejta. Po përkundër kësaj situate, ne kemi hapur rrugën. Eja në kuvend, zgjedhja kryetare në kuvendit, ty takon, propozoje, i ke numrat, vazhdo me qeveri, zhbllokoj Kosovën. Po, pyetja është pse nuk mundon. Çka ka pas kësaj? Mendoj që Albin Kurti duhet përgjigjet pse e lën Kosovën. A ka një ide për të Nëse ka një hall, nëse ka një barë personale, nuk guxon atë barë t'ia barë Kosovës. Kosova nuk i ka borxh Albin Kurti. Albin Kurti duhet të jetë më i qartë se çka po kërkon në Kosovë. Apo kërkon institucione, apo kërkon një Kosovë normale, apo po e kërkon një Kosovë që dita ditës po dështon të dëshmoj se mund të funksionoj si një shtet normal. Po du menaj edhe pak të ekonomia, me qenë se unë menaj që kjo është plaga jonë më e madhe. Pra, ne i lexojmë raportet e FMN-s, i lexojmë raportet e Bankës Botërore, i lexojmë edhe shifrat e ASEK-s. Për shembull, Kosova te kalon në varfëni ekstreme këtë rajonin me 10% ose s'gaboj. Kosova del vani i dytë më i varfër në kontinentin evropian, që është mas Moldavis, që se kontrollon gjysmën e territorit vet, edhe para Ukrainës që është në luftën 4-5 vjet. Tash,
kem studime që një shpenzim i papritur për 200 eurove, 50% popullatës i gjenë të papërballueshëm në raport me ta. Megjithatë, për shembull, ne kemi një zotin kryeministër në detyrë që thotë e ka një tregim grandioz ekonomik, thotë Gjermania thotë është në recension se ne jemi ka lulëzojmë. Tash, pse po ja del zoti Kurti që predikament ekonomik me shitësi të ndryshëm, ndërsa PDK-ja me krejt që të tregime që i kem raportet ndërkombëtare, po, edhe me elemente ekonomista, nuk po e deportojnë tregimin e vet ekonomik, po edhe programin e vet ekonomik. Se për shkak të mos programit ekonomik, ne po na zbrazët nga një istog në vit me përmbledh kështu. Shqia, se për këtë programit ekonomik, mendoj që kemi pas një program shumë konkret me cilin kemi garu në zgjedhje, dhe një program që ka qenë i drejt për drejt dhe i qartë për qytetarët e Kosovës. Kemi ofruar një alternativë konkrete të ekonomisë. Se për këtë portretizimit të Kosovës si një vend ku ekonomia polarizon, dhe që kjo është diçka që ka dallu zotin Kurti prej që ka në pushtet, ku është shërby me propagandë vazhdueshme dhe ka ushqy opinionin me propagandë. Që ekonomia nuk është diçka abstrakte. Nuk është ekonomia diçka që ekonomia rritet, por nuk e prek askush. Me interpretu. S'ka hapësirë për interpretim. Nëse ekonomia rritet, nëse ka progres ekonomik në këtë vend, qytetarët e ndjejnë. E ndjejnë me të ardhura më të larta. E ndjejnë me kushte më të mira të punës. Ata po thonë që qytetarët s'ka pas kur më shumë parë. Me vende më të shumta të punës, po ideja është sa vlen ato parë. Që ti mundesh mi pas 100 euro në dorë edhe sot, edhe mas 5 vjetëve, po nuk e kam vlerën e njëjë. Kosovë ka ndodhur një rritje e madhe e çmimeve. Një qytetari ka mund t'i mbetet paga 500 euro. Mirë po ato 500 euro, vlera e parës, vlera e parës, nuk matet me numër. Matet me çka mundesh me ble me ato para. Dhe një fakt është shumë i qartë. Qytetarët e Kosovës sot nuk munden me ble me paratë e njëjta atë që kanë ble përpara. Blejnë shumë më pak. Qytetari i Kosovës sot ka fuqi shumë më të vogël blerëse. Dhe çka ka bërë Albin Kurti? E ka keq përdor këtë gjendje të rëndë të qytetarëve. I ka lënë qytetarët të mbështeten për murin në varfëri, duke mos marrë asnjë hap, as për të frenuar rritjen e çmimeve, e as për t'i korrigjuar të hyrat e qytetarëve në drejt rritjes së çmimeve. Dhe kur i ka mbështet për murin, pastaj ka filluar t'ja zgjat dorën e ndihmës kënse me ato 100 euro që i jepet para zgjedhjeve. Kjo është abuzim me gjendjen e vështirë të qytetarëve. Që sot pensionisti i Kosovës vazhdon të përballet me çmimet e larta, njëjtë sikur para zgjedhjeve. Por Albin Kurti nuk diskuton më për nevojën e pensionistëve për me pas pensione më të larta. Po mendon që ka adresuar me 100 euro. Dhe në këtë situatë, çka ka bërë dhe vendosja dhe Albin Kurti prej që në qeveri, kanë heqë dorë nga investimet e publike, kanë heqë dorë nga krijimi i kushteve për zhvillim ekonomik, cilat sigurisht që kërkojnë reforma më afatgjata, kërkojnë investime më afatgjata, dhe e kanë shëndru rolin e qeverisë në një, e kanë kufizuar, e kanë reduktuar rolin e qeverisë në një mision ku qeveria merr taksat nga taksapaguesit dhe i rishpërndan tek të tjerët, po pa shtuar vlerë në ekonomi. E çfarë duhet bëj shteti në këtë rast? Në një rast tjetër, nëse kryeministri është zotëri Homca, ose ju jeni ministri i ekonomisë ose i financave, cili është roli i shtetit, pse është më e rëndësishme investimet kapitale dhe investimet në përgjithësi, klima e bizneseve me u rregullu, se sa rishpërndarja 100 euro? Ne nuk jemi kundër mbështetjes së qytetarëve në kushtet kur inflacioni është rrit. Mirë po ne jemi kundër asaj që qytetarit mbahet peng nga vullneti politik i qeverisë. Ne nuk jemi për ta kurzuar qytetarin me votë, me zgjedhje për t'i dhënë 100 euro. Ne jemi për rritje të pagave, rritje të pensioneve në mënyrë që qytetarët të kenë parashikueshmëri. Mos fare nga vullneti politik i kryeministrit, a do t'ja zgjas dorën e ndihmës apo jo. Ne jemi për paga më të larta, për pensione më të larta, për ndihma sociale më të larta, dhe në anën tjetër jemi për projekte që krijojnë mundësi për zhvillim. Që Kosova sot në pikë të verës ka mungesë furnizimit me energji elektrike. Një infrastrukturë bazike për me pas investitor. Për 6 vite asnjë progres.
Po kuj do t'i themi ne eja investon Kosovë, se Kosova ofron kushtet mira për shkëtë. Do të thënë një të vërtet konkrete që kjo intervistë u shty prej dje sot për shkak mungesës së energjisë elektrike në qendër të Prishtinës. Dhe tash, nëse sot kemi problem me energji elektrike, shtrohet pyetja do t'jemi ma mirë pas 60 vite. Jo, se për me qenë ma mirë pas 60 viteve, ne sot do duhej të ishim duke pas investime në kapacitetet të reja prodhuese të energjisë elektrike. Dhe sot ato as nuk diskutohen. Se shohim infrastrukturën. Se shohim infrastrukturën tjetër. Janë projekte që mendoj që është bo e bezdishme edhe për shtetarin sot kur ti përmend me autostradën e Ana Moravës, rrugën për Podojev, rrugën për Pepër, që është nuk e mundur një prej tyre të përfundohet. Mbi 60%. Dhe kur qeveria tash mjetet që i ka, nuk i shpenzon për t'i shtu vlerë ekonomisë. Ato mjete kalojnë në konsum dhe të ne konsumi financohet, konsumi kryesisht bazohet në mallrat importuara dhe parat tona po financojnë ekonomi tjera, por nuk po krijohen kushte për me qëndru në Kosovë. Nëse shohim qasjen e qeverisë dhe prodhuesve vendor, kemi pa ditët e fundit që ndodhin me prodhuesit e qumshit. Një sjellje totalisht e papërgjegjshme e kësaj qeverie. Qysh mundet me dalë një ministr, Armen Muja, ministri i Bujqësisë, me dalë edhe me dhonë konstatime që prodhimet vendore të qumshtit përmbajnë substancat pa lejuara dhe pastaj të del që nuk është e saktë ajo. Dhe që ai do duhet të ndiqet penalisht. Madje edhe kur ishte i vetëdijshëm për rezultatet e ishte dëmi që i ka bëu ekonomisë vendit, është shumë i madh. Me vite është investu që të ketë besim në prodhimet vendore në Kosovë dhe del një ministër totalisht i papërgjegjshëm. Dhe abuzon me pozitën që e ka dhe hell në ujë gjithë punën që është bërë për me ndërtu besim në prodhimet vendore. Dhe në fund del që atë konstatim e ka bërë mbi rezultatet pa qena. Për shkak se në fund u pajtur që në qumsht nuk kanë figuru. Për më tepër vjen për një partije që platformë politike ka pas duaje të ndën edhe një farë me pas prodhimin obsesion kombëtar. Në këtë rast ndodhi e kundërt. Po nëse shohim çka kanë bërë për me rrit prodhimin në Kosovë, absolutisht kjo qeveri e ka trajtu prodhuesin, biznesin si një trup të huaj. Asnjëherë nuk e kanë pas prioritet, përkundrazi kanë kriju një relacion kur qeveria është në ndjekje të bizneseve, kur qeveria i akuzon biznesit si abuzues, por në anën tjetër asnjëherë nuk e ka trajtu sektorin privat si një burim i zhvillimit. Dhe mendoj që Kosova nuk ka alternativë tjetër zhvillimi përveç një sektori privat të qëndrueshëm që hecë. Atëherë, zoti Mustafa, se jemi komplet në habitatin tënd kështu në ekonomi, po du me dal pak. Për Partinë Demokratike të Kosovës, e dim për Kosovën që është shumë e rëndësishme data 16 shtator, ku pritet aktgjykimi i gjykatës speciale në rastin thotë që dhe të tjerët. Por për Partinë Demokratike të Kosovës, përveç në kontekstin kështu kombëtare të rëndësisë për shtetin, për PDK-n, si e shihni 16 shtatorin, çfarë ju thoni qytetarëve si ti presin, si më thonë jemi gjithë qytetarët jemi para një vendimi që nuk e dim cili ka me qenë. A jeni të përgatitur, çfarë po mendoni lidhje, jemi në 27 ditë larg 16 shtator. 16 shtatori nuk është një datë e zakonshme për Kosovën. Atje nuk po gjykohen individ. Atje po gjykohen themeltarët e lirisë dhe të shtetit Kosovës. Atje po gjykohet e kaluara e Kosovës, po gjykohet edhe e ardhmja e Kosovës. Ne presim që liderët tanë, po them liderët tanë, nuk po flas për PDK, po flas për liderët e Kosovës, cilët i kanë prish lirimit dhe formimit të shtetit Kosovës, ne presim që ata të vinë shtëpi. Nuk e shoh këtë çështje nga prizmi i Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është çështje e rëndësishme për kombin, për shtetin e Kosovës, dhe ne presim një vendim lirues, vendim të drejtë lirues, ata njerëz të kthehen në shtëpi, kthehen në Kosovë ku e kanë vendin dhe të jipet fund kësaj padrejtësie që ka zgjatur 6 vite. Pra në kuptimin kështu partijak nuk po dëni me... Mendoj që nuk ka çështje partijake. E di që nuk është çështje partijake, po zoti thotë që është, që më thonë, e din ke qytetarë që
është themelusi PDK-s, i ka pri fituret të PDK-s, sa ka qenë prezent politik, nuk ka humbë thuajse asnjëherë prej momentit që ka shënuar fituren e parë. Dhe në këtë kontekst ka edhe qytetarë përveç aspektit kombëtar, unë e di një simpatizant PDK-s që e presin zotin Thaçi me u kthy edhe me i pri. Unë jam i sigurt që me 16 shtator jam i sigurt që 16 shtatori do të jetë një ditë e madhe gëzimi edhe për simpatizantët e PDK-s, po për gjithë qytetarët e Kosovës, për shkak se ardhja e zotit Thaçi, zotit Veseli, zotit Krasniqi, zotit Selimi, në kupton një fest madhe për kombin. Ardhja e çlirimtarëve në shtëpi është përtej rëndësisë të çdo partije politike, ata i duhon vendit, ata kanë vendin në Kosovë, dhe mendoj që çdo analizë që e kufizon rolin e tyre në parti politike, mendoj që është e panevojshme në këtë rast për shkak se bëhet fjalë për një ditë të rëndësishme për shtetin dhe për kombin. Për më kthy te kuvendi unë edhe pak, për shembull, duket që zoti Kurti e ka një plan me shtyr seancën konstitutive deri në shtator, kështu tha edhe zonja Gërvalla, pa i kemi edhe 30 ditë plus 6 gushtit nëse ka vajtë. Ekziston që kjo farë bindja që për shtyn deri në shtator që me hinë 60 ditëshin për president që në rast të mos zgjedhjes së me 60 ditëshit, me hinë 45 ditëshin e zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe me shku me zgjedhjet në 27 dhjetor. Në fund dhjetorit. Po, që me pas një vëllim më të madh të votuesve diasporës. Ç'është sha PDK-ja që duket që është evidente, edhe a është e pranueshme dhe e kalueshme në deliberim i tillë ose një kalendarizim i tillë prej zotit Kurti? Mendoj që problemi është përtej një date të caktuar me zgjedhje. Problemi është që Kosova nuk guxon dhe nuk do ta lejojë të ketë një kryeministër që vendos kur të dojnë vet, kur i mbyll institucionet, kur i hap institucionet, kur i çon vendin në zgjedhje, çka bën pas zgjedhjeve, i mbyll institucionet, bën taktizime të ndryshme, këto nuk guxojnë tani. Nuk është çështja e 27 dhjetor. Çështja është pse ky njeri po kërkon zgjedhjet në pasdishme. Pse ky njeri po do me lënë Kosovën në vazhdimsi pa institucione funksionale. Ne kemi sot një qeveri që vazhdon prej shkurtit vitit 2025 kur kanë qenë zgjedhjet, shpenzoi miliona para të qytetarëve, pa mbikëqyrje parlamentare. Ka mekanizma mbikëqyrës. Dhe pyetja është, çfarë po kërkon ky njeri? Nuk ka pyetje vetëm një datë e zgjedhjeve. Pyetja është pse po do me lënë Kosovën çështu ç'është. A keni një shpjegim? Pse po do me lënë? Mund të ketë hipoteza të ndryshme. Mirë po një gjë e di. A presin edhe obligimet më ndërkombëtare për shkak të marrëveshjes? Unë thash, nëse ka Albin Kurti ndonjë hall personal për ndonjë marrëveshje që ka bërë, hallet personale nuk guxon një ngarku Republikës Kosovës. Nuk i ka borxh populli i Kosovës me met në këtë situatë, me humb rrugën e shtetit për hallet e tij. Nëse ka ndonjë hall të madh, le të tregoj ku e ka. Po ne nuk mundemi të hyjmë zgjedhje pas zgjedhje, të kemi një parti që dele para nga zgjedhjet dhe në fund e bllokon vendin. Çka ka kërkon? Pyetja sot është, çka po kërkon Albin Kurti? Pse Albin Kurti po don me lënë Kosovën në këtë gjendje jo funksionale? Kjo është pyetja. Sa i përket 27 dhjetorit. Për që po duket tani më plotësisht e qartë, edhe pas takimit të mbrëmshëm që ka pas me zotin Atigji. Tani më shumë e qartë. Nuk kemi problem të numrave. Kem problem të vullnetit e Albin Kurtit. Për që po don me zvarrit, me zgjat, me bleko, po don me bleko. Ku e ka hallin? Prap nuk mund ta dim ku e ka hallin. Mirë po mendoj që nuk e ka hallin vetëm me çuf Kosovën edhe një herë në një palë zgjedhje, për shkak se ka pa që 3 herë që nuk mundet me marrë tallë deputet. Siç ka mund me ndru me një pikë. Po, nuk është strategji. Nëse Albin Kurti don me çu Kosovën edhe një herë në zgjedhje të reja, qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që nuk përfundon ky tregim me ato zgjedhje të reja, për shkak se po e shohim që nuk është ka do me qeverisë. Pas zgjedhjeve të reja që mundet me çu vendin, ai ka me gjetë arsye tjera për me çu vendin në një palë zgjedhje tjera pastaj dhe me majt bllokuar. Kjo është ajo që ka pushiet. Nuk ka vullnet për me fillu punën. Me qenë se përmendet edhe takimin me zotin Atigjiku edhe me krerët e LDK-s djetë zotin Kurti. Ç'është PDK-ja që të
ofrimin ose afrimin e LDK-s për me bo zgjedhje për presidentin, a duket që LDK-ja pe ofron një fat rikuperimi zotit Kurti në publik që ai po kërkon zgjedhje? Edhe pak Kurti ka thonë se kemi blok opozitor, s'kemi blok opozitor, apo? S'ka blok opozitor. Qorta zelëm, në Gjiku për shkën takim, se cila parti ka platformën e vetë, nuk kemi blok opozitor. Gjithë kësha ndosh në pos blok opozitor. Unë nuk do të dëshiroja tani të diskutoj për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për shkak se është një parti, mundem me thonë, opozitore, nëse mundemi me thonë, mirë po, mendoj që problemi në këtë rast ekziston të vetëvendosja. Mirë po, duhet jemi gjithë kujdesshëm që mos ta relativizojmë krizën në të cilën gjendet. Mos ta rehabilitojmë. Kosova është jashtë binarëve kushtetuese, është jashtë kornizës kushtetuese. Kosovë sot nuk mbizotron kushtetuta mbi politike. Albin Kurti me 2 kom ka shkel mbi kushtetutën e Kosovës, e ka vendosur veten mbi kushtetutën e Kosovës. Në asnjë mënyrë nuk guxojmë ta pranojmë këtë situatë si situatë normale. Që është nga një herë po krijohet përshtypja që është çështje procedurale. Nuk është çështje procedurale. Nuk është vetëm çështje procedurale kur një kryeminist, një politikan i jep të drejtën vetit të zgjedh se çka don me zbatu nga kushtetuta e çka don mos me zbatu nga kushtetuta. Sot ka vendos ta shkel kushtetutën, ta cenoj kushtetutën te çështja e krijimit të institucioneve. Mirë po nesër mund vendos ta cenoj kustetutën edhe te drejta e pronës, edhe te siguria e votës, edhe te barazia ndërmjet qytetarëve. Nuk është një nen i kushtetutës ma pak i rëndësishëm se një nen tjetër. Fakt, nuk Nuk guxojmë ta lejojmë botë praktik që kushtetuta mund shkelet dhe nuk ndodh diçka. Jo, momentin që të bëhet praktik që kushtetuta të shkelet, sot po preken institucionet, nesër mund të preken drejtat më bazike të qytetarëve. Po, PDK-ja, a ka asete humane për me e ndollë, se edhe njerë po këthejna, simbolikisht pajtuhem, PDK-ja po e blokën qeverin, po të regon se ilegalisht është aty, e tjere. Mirë po, ne e dim, kur vetëvendosja ka qenë opozit, kur ka dosht me ndollë një proces caktum, si me thonë nuk i kanë mungu asetet humane edhe deri në vetë muhen. Pra kemi pas arrestime, kemi pas fizikisht i kanë ndollë policin, i kanë ndollë zyrtarët publik. A ka PDK, ne nuk e kemi pa një shembull tim në Kosovë për partive tjera, as për PDK-s, as për LDK-s, a ka PDK-ja, si me thonë, kapacitete humane, vullnet, për me ndollë konkretisht, nëse po shkelet kushtetuta, po shkelen ligjit, po shkelen drejtat e kejt neve qytetarëve të Kosovës, a i ndollë dikush? Qysh i ndollë dikush? Po, ka kapacitete PDK. Okej. Ne ju presim, si me thonë, unë nuk besoj që ka me kalu edhe shumë kohë, kur këto vendimet e Zotit Kurti kanë me qenë edhe ma të egra në kuptimin e ilegalitetit, edhe në intervistën tjetër që do ta kemi bashkë, unë besoj që PDK-ja me qenë se është bërë flamurtar i kësaj opozit bërje në jashtë institucioneve, ne do t'ju mbojmë përgjigje edhe konkretisht se çfarë po bëni për ta ndollë një qeverisi ilegale. Absolutisht, ne jem shumë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi marrë nga qytetari i Kosovës dhe përgjegjësinë që kemi marrë nga qytetari për ta mbrojtur shtetin e Kosovës, për të përfaqësuar interesin e qytetarëve, do ta realizojmë deri në pikën e fundit. Dhe nuk do ndalemi në rolin ton për me kthy Kosovën në normalitet, në një shtet normal, të cilin nuk e kemi sot. Okej. Si pyetje të fundit, po e kisha ashtu, veç fare shkurt para se me kry. Alianca ka folë për protesta në shtator. Asociacioni komunave ka folë për protesta në shtator. A është PDK-ja në favor të protestave në rast se një gjendje e tillë shton ilegale dhe jashtë rrëmit kushtetues vazhdon me qenë raste edhe mas muajit shtator? Në asnjë rast nuk e kemi përjashtuar dhe nuk e përjashtojmë mundësinë për protesta. Jemi duke punuar brenda institucioneve, por edhe me aktivitetet tona jashtë institucioneve, cilat do të vazhdojnë me rritje të ritmit, me rritje të intensitetit, dhe sigurisht që do t'i përgjigjemi me gjitha instrumentet demokratike të nevojshme për të ndalë këtë katrahu që ka kapur. Okej, ka që ishte koha për sot, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Intervistën juve shikues të nderuar ju lëm javën tjetër me sigurisht me një politikan tjetër. Ky ishte intervista me deputetin Arben Mustafa, edhe njëherë deputet I cili nuk e ushtron funksionin e tij për shkak se kuvendi qëndron I mbyllur. Faleminderit që na ndihni edhe ju ftoj të na ndihni edhe javën e ardhshme.